Një situata s'pak normale u regjistrua pas ditën e së dielës në ndeshjen mes Bylis B dhe Orikut në Ballsh, e cila u shoqërua me tensione të forta mes lojtarëve dhe tifozëve. Në stadiumin Adush Muçaj të qytetit të Ballshit, situata u përshkallëzua gjatë ndeshjes, ku regjistruan përplasje fizike. Sipas informacioneve, tensionet kanë nisur në fushën e lojës, duke degraduar në konfrontime të drejtpërdrejta në fushë dhe në shkallët e stadiumit. Gjithçka ndodhi në minutën e 43 të pjesës së parë, kur futbollisti vlonjat Bruno Telushi dhe Sulovari u ndëshkuan me karton të kuq nga gjyqtari, duke lënë skuadrat e tyre me nga një lojtar më pak. Situata më pas degeneroi në tensione dhe përplasje, duke sjellë një ndërhyrje të menjëhershme të forcave të rendit. Nga pamjet e publikuara shihet qartë momenti kur Telushi, lojtari i Orikut, shoqërohet nga policia dhe largohet nga fusha drejt furgonit në një skenjë që rrallëherë shihet në stadiumet shqiptare. Për shkak të këtij incidenti, ndeshja u ndërprer për disa minuta përpara se të rifillonte. Takimi ishte i vlefshëm për javën e parafundit të grupit B në kategorinë e dytë dhe kishte rëndësi për ecurinë e skuadrave në këtë fazë të sezonit. Ndërkohë, kartoni i kuq i marrë nga Telushi do të ketë pasoja të rëndësishme për ekipin e tij, pasi mesfushori do të mungojë në finalen e rëndësishme ndaj Butrintit. Situata doli përkohësisht jashtë kontrollit, duke detyruar ndërhyrjen e forcave të policisë për të rivendosur rendin. Gjatë incidentit u shoqërua në ambientet e policisë futbollisti Bruno Telushi, ndërsa nuk dihen ende rrethanat e plota të përfshirjes së tij në përplasje. Autoritetet policore po punojnë për të sqaruar shkaqet e ngjarjes, ndërsa pritet një reagim zyrtar lidhur me incidentin dhe masat që do të merren ndaj personave të përfshirë.